Ne jemi duke po me shqetësim. Me shqetësim për shkak se vetëm Kosova për momentin ka metën jashtë gasit amerikan. Ne jemi dëshmitar ku të njëjtën ditë që Shqipëria nënshkroi me Greqinë marrëveshjen për gasin amerikan, njëjtën ditë Kroacia me Bosnjën e nënshkroi po të njëjtën marrëveshje me Mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që Bosnja ta merr gasin nga terminali në Krk të Kroacisë. Dhe këto marrëveshje shkojnë përtej gasit, kjo ka të mirën ekonomike, ndikon në zhvillim ekonomik, ndikon që t'jesh i pavarur nga gazi rus, ku ta di unë, po të mbarësh vetëm nga gazi amerikan, dhe Kosova nuk guxon të jetë vetme pa u kyç në gazin amerikan. Kështu që një marrëveshje e tillë, përveç të mirave ekonomike siç e thash, na sjell edhe një bashkim më të madh strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ardhmen më të mirë të Kosovës, qoftë në kuptimin e sigurisë, qoftë në kuptimin ekonomik, po edhe në fusha tjera. Po do të jetë mesazhi më i keq. Ne jemi dëshmitar që Amerika prej vitit edhe para 99-s, po sidomos prej 99-s, sa shumë ka investuar në Kosovë, dhe sa shumë është duke investuar prap ne si odë ekonomike, për shembull, pa mbështetjen e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, ne nuk ishim mund t'i marrim të gjitha këto shërbime që i ofrojnë biznesit, që janë shërbime ndërkombëtare, si çështja e Barkoda, si çështja e origjinës, si tani çështja e Atakarnitit që është në përfundim e sipër. Kështu që edhe antarësimin shumë organizata ndërkombëtare është bërë me ndihmën e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, dhe gjithë kjo mbështetje nuk guxon të humbet dhe ne të jesim jashtë gasit amerikan. Ne duhet të qëndrojmë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duhet të bashkohemi me urgjencë. Bili, është dashur që ne të ishim të partë në Ballkan që do ta nënshkruajmë marrëveshjen me gasin amerikan dhe me qeverinë amerikane.